Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe sot do të jemi rreth 1 orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur që ditën e sotme t'ia kushtoj historisë së vogëlushit nga Durrësi, Jonus Luga, i cili u rrëmbye në vitin e largët 1995 në oborrin e shtëpisë dhe prej atij viti kanë kaluar plot 31 vite, më saktë qershorin e këtij viti mbushen 31 vite që familja Luga nuk ka asnjë informacion për Jonus Lugën, që ka qenë vetëm 4 vjeç. Historia e Jonus Lugës pati një hon të madhe në atë vit, le të themi, përpos mediave që nuk ekzistonin rrjete sociale, por policia e saj kohe bëri një punë të mirë për këtë histori, ku arriti të zbulonte se kush ishin personat që rrëmbyen Jonus Lugën. U zbulua nga policia se një grua nga qyteti Durrësit ishte e para që e rrëmbeu Jonus Lugën përpara oborrit të shtëpisë, i cili ishte duke konsumuar atë fetën e bukës me gjalp që nëna e tij Anila ja kishte dhënë. Zonja nga Durrësi më pas e kishte shitur tek një person që i përkiste komunitetit rom nga fshati Driza i Fierit, Flamur Dino. Ky i fundit bëri dhe burg, u dënua. Tregoi që fëmijën e kishte dërguar në Greqi, e kishte shitur, por nuk kishte asnjë informacion se çfarë mund të kishte ndodhur me fatin e Jonus Lugës. Familja e zbuloi edhe emrin e rrëmbysit, por nuk arritën dot të gjenin gjurmët e Jonusit 4 vjeçar të atij viti. Kanë kaluar e thash plot 31 vite dhe gjyshja e tij, Hajrie Luga, e cila ka qenë ndër vite pjesë e programit, vazhdon ta kërkojë. Dhe ditën e sotme ajo është me mua në studio në këtë muaj të shenjtë e Ramazanit, e cila mban argjërim dhe lutet çdo ditë për nipin e saj me shpresën se një ditë ajo do e takojë. E përshëndes 77 vjeçaren Hajrie Luga, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, ju falenderoj gjithëve dhe ju rujt Allahu, amin. Jeni me argjërim. Po. Tani, unë nuk e kam bërë asnjëherë këtë gjest, por duke ditur që nuk të lejohet as ujë, as buka, dikush të mi marri, mos t'i ketë përballë, nuk më lejohet ta bëj këtë gjë, por duke ditur dhe për të respektuar ty, dikush nga stafi ju lutem të vitë më ndihmoj për t'i hequr këto shishe, që mos t'i ketë përballë, për ta respektuar këtë 77 vjeçare që mban argjërim në këtë muaj të shenjtë dhe lutet çdo ditë që të gjej nipin e saj. Çdo natë. Ai sot i bie të jetë plot 35 vjeç. Aq. Dhe rrobat ja kom rujt, ja kom u. Dili ku ka qenë 4 vjeç, aty i kam, me trike, me putë, me sandale. Ja ruan akoma rrobat? Aty i kam. Nuk ja kom u, aty i kam. Do vi një ditë i thash që mund t'i tregoj historinë edhe ndoshta dashta Allahu. Personi që rrëmbeu nga Fieri, Flamur Dina, deklaroi atëherë në ato vite në polici që e kishte shitur kundrejt disa parave në shtetin grek për birësim. U dyshua se Jonusi, nipi jot, mund të jetë birësuar po nga komuniteti rom, shtetas grek, që kanë jetuar në Greqi, por ama nuk u zbulua asnjë lloj detaj më pas. Jo. Asnjë detaj nuk u zbulua. E dashur, Hajrie, përpara se të nisi intervistën dhe sot të flasim për këtë histori, unë do të them që kam mbritur një informacion në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe ndaj ne sot e sjellim në fokus historinë e Jonus Lugës dhe ndaj të thërritëm të ishe pjesë e studios, se një dritë jeshile është çelur për nipin tënd. Inshallah, ndashta Allahu. Ndashta Allahu, vetëm ta përqafoj, ndashta Allahu. Dhe e uroj që të jemi në rrugën e mbar, por fillimisht më lejo të prezantoj një kronik, një material që ne kemi përgatitur për historinë e Jonus Lugës. Është vetmja foto realisht që gjyshja e tij ka në këto 31 vite, është vetmja foto që ruhet si kujtim në familjen Luga. Zonja Hajrie ruan foton e nipit të saj, në atë kohë kur është realizuar foto më ka qenë më i vogël se 4 vjeç, i vetmi kujtim që ka ngelur dhe ato rroba që kjo gjyshe i ruan në një syrtar me shpresën se një ditë ai do vi dhe do e mësoj gjithë të vërtetën e historisë së tij. Por çfarë ka ndodhur pas vitit 1995, kush ishin, le të themi, kërkimet që u bën edhe nga policia shqiptare, nga autoritetet shqiptare drejt Greqisë, në bashkëpunim me autoritetet greke, dhe çfarë zbuloi të tjera detaje, le të themi, policia, por dhe vetë familja, ne do ndjekim një material që ja kemi përgatitur historisë së Jonus Lugës dhe rikthehemi në studio.
Ishte data 4 qershor e vitit 1995, kur 4 vjeçari Jonuz Luga del të luajë në oborrin e shtëpisë, i shoqëruar nga nëna e tij. Rreth orës 11 të paradites, ai kërkoi nënës së tij diçka për të ngrënë. Menjëherë Anila futet në shtëpi dhe fillon të përgatis drekën djalit të saj, ndërkohë që Jonuzi vazhdon në pafajësinë e tij të luajë shkujdesur pranë një makine. Pas përgatitjes së ushqimit, nëna e tij del në obor dhe vëre mungesën e djalit. Vetëm 15 minuta më vonë, prindrit e Jonuzit shkojnë në policinë e Durrësit dhe denoncojnë zhdukjen e 4 vjeçarit. Dëshmitar të ndryshëm pohuan kohë më vonë se atë ditë qarkullonte në lagje një auto vetur tip Benz me targa të qytetit të Fierit, por askush nuk e ka parë momentin kur Jonuzi ishte zhdukur pa lënë gjurmë. Kërkimet e policisë u finalizuan në datën 10 gusht të vitit 1995, kohë në të cilën u arrestuan dhe 2 të dyshuarit e parë për rrëmbimin e fëmijës. Bashkëshortët Sokol dhe Majlinda Dema, po nga qyteti Durrësit, ku e kishin dorëzuar djalin Porositësit, Flamur Dinos, dhe kishin marrë në këmbim 300.000 lekë të vjetra. Pas kapjes së autorëve të parë, në pranga u vun dhe 2 bashkëpunëtorë të tjerë. U mësua se 4 vjeçari qëndroi disa ditë në Fier dhe më pas u shit në shtetin grek. Familja e kërkon ende sot, duke shpresuar që një ditë do të kenë mundësinë ta përqafojnë sërish djalin e tyre. Kjo është historia e Jonuz Lugës dashurmiq, kështu u rrëmbye 4 vjeçari asaj kohe në oborrin e shtëpisë nga një grua nga qyteti i Durrësit, e cila deklaroi dhe ajo u dënua në atë vit, deklaroi se e kishte shitur kundrejt një shumë paraje djalin e vogël 4 vjeçar, një tjetër personi nga Fieri që i përkiste komunitetit rom me emrin Flamur Dina, dhe ky i fundit deklaroi përpara policisë se e kishte shitur dhe ai kundrejt një shumë tjetër më të madhe në shtetin grek komunitetit rom. Për birësim apo për shfrytëzim nuk u zbulua asnjëherë dhe nuk u mësua asgjë për fatin e Jonuz Lugës në shtetin grek, se çfarë ndodhi me fatin e tij. E dashur Hajrie, atë ditë që është rrëmbyer Jonuzi, ju sikur e kishit parandjer, le të themi, dhe i that nusës së djalit Anilës që mos shko tek nëna jote atë ditë. Ajo mori djalin dhe tha të shkoj ke nona ime. Nëse unë isha i takova rrugës. Ai mushtri mu gjatë e gjon djali, thashëm ku dhe ikësh, dhe iki ke nona none, tha po unë s'du me ikë, po më merë mami. Thashëm dhe ikësh s'ke ke nona, edhe iku. Kupton? Atë dite ka qenë ditë shtune. Ditë djele, në mëngjes, doli djali, ti krushka ime, doli djali, ka qenë një makinë prishur në borrin e atyre, doli djali me një shokun e vet, duke lujt ka jo makina prishme. Dhe, neti sa neti aty dhe i erdhuria për bukë dhe shkoj ke mama vet, po t'i kërku bukë. Anilës. Anilës. Mami tha du bukë, ta bi mami, tha ajo. Shko atje lostës, ta bi mami, se ishe me gjithë shokun e vet. I kishin afër shtëpisë ato te makinën e prishme, e kishin shumë afër. Mirë, po kjo e kishte ndjek, e kishte ruaj djalin. Jo një herë, po mbi disa herë. Më kupton ti? Dhe që momenti atë ditë kur djali kjo e kishte pa dhe nusën e djalit tim, që djali... Pra zonja nga Durrësi, le të themi, e kishte vëzhguar komplet atë moment... Po, e ka vëzhguar, e ka ruajt, se kishe bizetu me këte që e shiti 300.000 lekë të vjetra. Po, në atë vite, frikshme, të shitet fëmija, të rëmbet. Po, e mori djalin, kur a i pahante bukon, as bukon nuk e kishte hangar, po e mori, e futi në makinë, më kupton ti? Se këtu janë deklarata që vetë zonja i ka shprehur në polici, në momenti që u zbulua ngjarja. Ka tregu vetë ajo, historinë ajo e ka tregu vetë. Ajo ka pritur momentin që Anila, nëna, është larguar për në shtëpi dhe djali ka qenë vetëm. Po, i dha bukën djalit edhe djali ka qenë vetëm, se iku dhe i shoku vetë e da djalin vetëm. Po, djali po lunte ka ajo makina, po ante dhe bukë. Ajo e pa vetëm, e mori, makina atit rrëmbysit nga driza e Fierit ishte hapër, Flamur Dina. E ka marrë dhe ka hypë në altë makina dhe ka hikë. Pra, Flamur Dina ishte po në Durrës atë ditë dhe priste që zonja në fjalë të merrte fëmijën. Të merrte fëmijën dhe t'ja jepte. T'ja jepte këtij zotritja t'ja linte në makinë, të merrte shumën e parave prej 300.000 lekë. Pra, rrëmbimi ishte organizuar i Jonuzit nga këta 2 persona. Nga këto 2 persona. Dhe personi në fjalë e mori djalin në makinë atë ditë dhe më njëherë është nisur për në Greqi.
Nuk e ka që direkt në Greqi, po e qoj në shpinë e vetë në Drisë të Fjerit. Në Drisë, në fshatin Drisë. Atje e ka majt një javë në shtëpi djalin, se ka qenë dhe pa qef, më kupton, e ka majt një javë që unin mrena në shtëpi, ne kërkoshim në Përdurrës, më kupton? Po. Gjithani nuk e nalon vene pa kërku dhe nuk e gjetëm. Aty pasaj na imënum me policie, me gjitha dhe policia moni të pamundrën, por nuk e gjetin Durrës, më kupton? E qartë, pra ato ditët e para të gjithë ishit fokusuar në qytetin e Durrësit, por pa e ditur që djali ishte zhvendosur nga ky zotëri në Drizaj të Fjerit. Dhe kur e mori djalin që u nis, pastaj e majti një javë në shtëpi, pastaj ishte nismë në Greqi. Pas një javë. Po prap, djali ka qenë i smur, ai e ka shtruar në spital të Greqisë. E ka marrë pastaj nga spitali i Greqisë ku ka dalë djali, edhe e ka shit, se ku e ka shit. Ka shit, tashi, unë Odeta me atetimen kam mendu gjithë jetën, sa vite ka djali që e kanë rrëmby, jeton apo s'jeton. Për menimin tim, me që ai e mori që djali ka qenë gjithë rrugëve i smur. Kur themi i smur, ishte me viroz, me grip. Me viroz, me viroz. Edhe nga ajo që ai nuk rrinte pa nonën e vet, pa babën e vet, nga sikleti që ai nuk i njifte ato. Kupton? Kështu që ai ka qenë shumë i smur, edhe se ne kështu na thanë, edhe kishin shtruar, u tha atje në gjyq. Por pas pak, ne do qëndrojmë ajrije për të na i dhënë të gjitha këto deklarata, ose më sakt, ditën e sotme le ti përsërisim këto deklarata të forta që kanë arritur, le të themi, fal policisë asaj kohe të zbulonte rrëmbyesi dhe ata kanë deklaruar përpara gjykatës të gjitha veprimet që kanë bërë me rrëmbimin e Jonus Lugës, por fatkeqësisht 4 vjeçaria asaj kohe nuk u gjet dhe vazhdon të jetë i humbur edhe sot e kësaj dite, edhe pse kanë kaluar plot 31 vite nga momenti që u rrëmbye afër shtëpisë së tij. Jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme po flasim për historinë e Jonus Lugës, një 4 vjeçar nga Durrësi, i cili u rrëmbye përpara shtëpisë në vitin e largët dhe konkretisht në 4 qershor të vitit 1995. Kanë kaluar plot 31 vite, më saktë qershorin e këtij viti mbushen 31 vite nga rrëmbimi i Jonus Lugës dhe nëse ai është shëndosh e mirë ndodhet diku, i bie të jetë plot 35 vjeç. Me mua në studio është gjyshja e tij Hajrie Luga, e cila nuk ka ndalur asnjë moment për kërkimet e nipit të saj, që nga momenti që u hapën programe televizive që merren me njerëz të humbur, kjo gjyshe ka qenë në çdo televizion, në çdo program të mundshëm dhe ka kërkuar ndihmë për të mësuar të vërtetën e nipit të saj. Ndodhet sot edhe në studion e emisionit Pa Gjurmë, ku po tregon se si policia pas disa ditëve, le të themi nga zhdukja e nipit, arriti të zbulonte se kush ishin personat që e rrëmbyen nipin dhe u dënuan atë kohë, por fatkeqësisht Jonus Luga vazhdon të jetë ende i humbur. E dashur Hajrie, ju keni qenë në gjykat kur i keni dëgjuar këto deklarata? Po, kur dolën në gjyq autorët e krimit që ishin që të gjithë, edhe familja ti që e steroj në shtëpi, edhe nuk të regun, ato u kapën për momentin, nuk e di se sa netën, por kur dolën në gjyq, e të regun pasaj, e të regoj Flamurdino. Çfarë të regoj Flamurdino? Flamurdino të regoj historinë që unë e kam marrë kaq, por nuk të regoj as prokurori i Durrësit, Ylmi Barameta, I ati viti, po? Nuk të regun Odeta, se e ka marrë, se e ka shit, e ku e shiti. Por a i deklaroj që e kishte dërguar në Greqi djalin, pra kishte kaluar kufirin, e kishte çuar në Greqi, e tha vendi qytetin, se ku? Ja. Vetëm Greqi? Vetëm, ja. Dhe ka deklaruar që djali ishte i sëmur me viroza dhe ka çuar në spital. Po. Kur e ka shtruar në spital, e ka mbajtur një javë në spital, më thatë? Ai që ka mbajt, pasaj, po ai e ka nxjerrë, se ku e ka çu, pasaj vetë, ai nuk e... Por, çfarë tha në gjykat? Dola nga spitali dhe... Nuk u tregua Odeta, po të them, në gjykat kur kimi shku ne, nga prokurori, Ylmi Barameta... E qartë, e kuptoj, i ati viti. Ylmi Barameta nuk ka tregua si gjo. Nuk tha një gjo që ta kërcënonte për shembull atë, ose ti tregonte për fëmin, fare nuk u tha. Se jeton ky fëmijë apo nuk jeton. Është i gjallë apo s'është i gjallë. Sepse ai pranoi që e rrëmbeu djalin. E ka pranu, po gjëna tjera ai mbylli çdo gjë aty, E tha shumën për sa dhrami e kishte shitur fëmijën? Po tashi atë e tregoi ajo gruaja që... Bashkëshortja e tij, e qartë. Jo bashkëshortja.
E tregoj ajo që e rëmbeu. Gruaja nga Durrësi, ajo kishte marrë 300.000 lekë të 300.000 vjetra lek, për po. rëmbimin e djalit, ajo ka Po, qenë e parë që ka po, rëmbyer po, djalin dhe ja ajo. ka dorëzuar pikërisht zotrisë nga Fieri me emrin Flamur Dino. Flamur Dino. Ajo mori 300.000 lekshin dhe Po dhe i dërzoi djalin. dërzoi djalin. Ndërkohë vetë Flamuri, fëmijën e çoi në Greqi dhe dyshohet se e shiti E fëmijën. qoj në shpinë e vetë tjere, ka majt një javë në Po. shpinë, pastaj e ka nisë në Greqi. Por ai nuk deklaroi përpara gjykatës se Jo, kujt ja kishte shitur ose çfarë kishte ndodhur me fëmijën. Fare, nuk u tha asnjë Po u llap. pyet besoj nga trupi gjykuesi asaj kohe. Pare, po të them, nuk u tha asnjë gjë, ne që i kem gjithë Por në gjukat. prokurori i çështjes Prokurori qeshje, sa ky që po them Po unë pra, i bi barameta. unë jam e sigurt që e ka pyetur, sepse një person që deklaron që po unë e rëmbeva... Digjonon a i rjen, edhe a i nuk të regoj fare, se e ka shit Flamuri, se ku e ka qu, nuk di që të them, du të them një diçka, po nuk mundem, sepse them që jom dhe me agjerim goj, nuk di si që të them. Po ato erdhen me pare, njerëzit Flamur Dinos. Njerëzit e Flamur Dinos, që hynë mrena në zyrën e Ylmi Barametës. Unë po them nuk u të regu as i gjo për djalin. Për të rëmby u të regu se e mori Flamuri. Por se ku e kishte... Po se ku e kishte që nuk u të regu fare. Dhe çfarë kishte ndodhur me fatin e tij nuk... Fare. Ju dyshoni se familja e rëmbysit ka paguar para që ai, le të themi, ta mbyllte historinë shpejt dhe të merrte disa vite, sa vite u dënua me burg? Sa u dënuaj, ajo doli, qa boni aja as 2 vjetë, 3 vjetë burg, doli se u hapën burgjet. Doli aji nga burgu. Në 97-ën? Po, pra, doli ajo. Le të themi në 97-ën, në vitin... Edhe ajo rëmbysja doli, që jashtë i tiktit, edhe ajo doli. Dhe sot ata janë të lirë? Ajo jeton të në Tiranë, ajo jeton në Drisë të Fjerit ose në jashtë shtetit. E qartë. E dashur, Hajrie, ke mundur dot pasi, le të themin, pas 97-ës, kur ai ka dalë nga burgu me hapjen e lufta civile që ndodhi në vendin tonë, shpërtheu dhe dyert e burgjeve dhe dolën të gjithë njerëzit e dënuar. Por pas 97-ës, le të themi kur gjërat u sistemuan në vendin tonë dhe u vendos rendi, policia të gjitha, ai nuk u rikthye për të vazhduar dënimin, se në dinin time ai u dënua me shumë vite burg. Ai iku jashtë shtetit, anej dhe su kthy. Tashi, se është këthyrë, se nuk është këthyrë, nuk e di. Po momentin a i, sa doli nga burgu, a i iku. është arratisur? Arratis, iku. Ju nuk keni mundur dot Jo. për t'i takuar këta 2 persona, zonjën nga Durrësi? Jo. Kjo iku e la Durrësin, erdhi në Tiranë, po se ku ka shku, ne nuk e dishim fare, më kupton, edhe nuk e dishim gjurmat e kësaj, se ku ka ik, se ku jeton këtu në Tiranë. Edhe a i hiku jashtë shtetit sa doli nga burgu, mori rruga tiku nuk neti në Drisë të Fjerit, kështu që nuk kishim ku të takoshim. Por, ideja do një familjar të ti, që mund të kishte informacion, nuk keni mundur dot të takoni askënd? Jo, në Drisë të Fjerit jo, nuk kena shku. Këta persona nuk ishin lidhje me familjen tua, ju nuk i njinit? Jo, fare, nuk kishim lidhje dhe nuk kishim në rrugë që ishin ata për shemë, ata ishin tjetër, ne ishim, ku thuti ata ishin në Rom, ne jemi tjetër. Po, ata i përkisin Komitetit të Rom. Komitetit të Rom, ne, jo. Por, dua të them që zonja nga Durrësi dhe zotrin ju e keni parë për herë të parë për para gjykatës? Vetëm në gjykatë, kur kanë dalë nga burgu. Atje e kemi pa, kur ishim mrena në burg, Flamuri që i doli në gjykatë, atje e kena pa. E qartë. Edhe atë zonjën, atje e kena pa. Por pas humbjes, le të themi, të Jonus Lugës, që u mor vesh ky informacion, nëna dhe babai i Jonusit, Anila dhe djali juaj, ata mësuan një traumë, le të themi, të madhe. Bravo, ata mësuan një diçka që nuk ishin në moment për mendoren, edhe qunje është sot. Në kupton ti, ashtu është. Ana psikologjike tyre u rëndua. Edhe oma, kështu që vazhdova unë ta kërkoj. Në kupton apo jo? Vazhdova unë që ta kërkoj deri në fillim. Pra jeni marrë ju më së shumti me çështjen e nipit, duke ditur që nëna dhe babai e vuajtën humbjen e djalit të tyre, rëmbimin. Se unë kam rritë vetë atë fëmijë, kështu që unë jam përkupu për çdo gjë që kam shku në përzyrat e
institucionet shtetërore. Kupton ti, por pas Rafnet, i kom ju Azemajdarit, i kom ju Sali Berishës, nuk kom lonë vene. Pjetër Arvënorit nuk kom lonë vene pashku. Të besoj. I kam trokit në zyrat e atyre. E dashura i rije, Anila me djalin janë darë. Janë divorcu. Pas sa viteve nga humbja e djalit janë divorcuar? Por netën edhe sa bon edhe një fmi vajzën, që është sot jeton. Që është motra e Januzit? Jeton motra e Januzit, është në Itali, edhe pasaj u ndarë. Ajo është martu të është me një italian. Mbesa? Jo Mbesa. Nëna, Anila? Nëna Anila, edhe ka bo dhe një djarë me italian. Ka vazhduar jetën në Itali. Por me Mbesën? Edhe Mbesa, tash i është rritë është 20 vjeqe, bët jashtë të mase me ne, në një mon jashtë të mase, mu dhe burin, nuk në len që të vujmë. E këthe kokën pas për gjyshen e saj dhe për gjyshin. Por ajo... Dajana e qujnë, po është... Me jetë ta keni. Edhe tash i është feju me një italian edhe... Ajo është interesuar për Januzin, e ka mësuar historinë e vllajt të saj, kur është rritur. Kur ja përmen, ajo nuk donë që t'ja përmen njëri, se është shumë e ndjeshme dhe qanë, kupton ti? Është e dhimshme. Por djali juaj e vazhdoj jetën? Djali im tash e vazhdoj, tash edhe ai në Itali është e man një kushurinë im, e vazhdon të është martu edhe jeton me tjetër njëri. Me bashorten e re, po pa dyshim jeta vazhdon dhe përpos... Po jeta vazhdon, edhe ajo martu me italiane dhe quni. Le të themi, se si na përplas jetat, njerëzit vazhdojnë bledi forcat. Nusja e din që unë e kam kërkuj gjithmonë dhe e kërkoj, më kupton ti, më por jam e sigur që... nusja parë. Edhe ajo vazhdon, Anila, vazhdon që me mu nuk i ka pare mardhëni. Dhe më vjen mirë që i ke mardhënet e mira me nënën e Januzit dhe jeni në kërkim. Edhe i thot vajzës ki, nona Irien do t'a kujtosh me gjithë gjyshin, sepse ato t'kan rritë. Si kimi rritë Nuzin, kimi rritë dhe atë tjetër në Dajana. E dashura Irie, duke ditur që shpesh unë në program mundohem që të rezervoj disa minuta enkas për njerëzit e humbur dhe ja pasaportat e tyre, bëj thirrje që kush ka informacion të na ndihmoj, dua të them që një person, po nga Greqia, na ka telefonuar për Januz Lugën. O Zot më ndihmo, që ta takoj, dirisa t'jem gjallë, o Allah. O Allah të mi qeli dyrë të mirësis, Allah, o Allah se me Allah unë jam natë ditë që i bëj lutje vetëm për Januzin, natë ditë sa që falem, them, o Allah, më bashkoj një ditë me Januzin edhe se du jetën më. Vetëm të më bashkoj me Januzin. A i na ka telefonuar dhe na ka dhënë një informacion që ndoshta, le të themi, sot ndizet një dritë jeshile për nipin tuaj. Ndashtë Allahu. Jemi sërish bashkë të dashur miq, ku ditën e sotme kemi sjellë në fokus historinë e Januz Lugës, një 4 vjeçar që u rrëmbye në oborrin e shtëpisë në vitin e largët 4 qershor 1995. Pas afro 31 viteve, një informacion, një dëshmi e rëndësishme ka mbërritur në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, ku një emigrant ka telefonuar nga Greqia dhe pikërisht nga i shtet, ku u zbulua në atë vit edhe nga policia shqiptare që personi që rrëmbeu me emrin Flamur Dina nga Fieri e kishte lënë në shtetin grek, e kishte shqitur apo çfarë kishte ndodhur, ai nuk dha më shumë detaje. Gjysha e tij Irie Luga, e cila le themi e emocionuar kur mëson që ka një lajm, një informacion për nipin dhe ne ditën e sotme, të dyja do kthehemi nga monitori për ta dëgjuar emigrantin i cili ka dhënë një dëshmi dhe dyshon se Januz Luga vazhdon ende të jetojë në Greqi. Por regjia do na ndihmoj me këtë informacion dhe e dëgjojmë së bashku. Inshallah, ndashtë Allahu. Përshëndetje. Përshëndetje. Më fal që u shqetësoj, jam Odeta Dume nga emisioni Pa Gjurmë. Si jeni? Unë ratë të parë dua të të falenderoj që më ke telefonuar për rastin e Januz Lugës dhe ke një informacion. Unë kam një, që punojnë punë me atë, edhe më ka thënë që vjerin, e ka shqiptar, të cilën e kanë blerë me lekë, si ta them. Pra, ti jeton në Greqi? Po. Çfarë vendi jeni? Ne jemi ka janë Kret. Pra ne i thash pashet e Lugës, e thash
si mas dhënave që më ka thënë ai dhëndre, tash mas e është ky tani. Unë do ta pyes më qartë atë që si e ka emrin, kupton? Po çfarë të ka thënë konkretisht? Si fillim thotë, më tha që edhe unë gruan shqiptare e kam. Po. Edhe thonë që shqiptare, është vjeri, tha, nga shqiptar, tha, është shqipler, tha, është nga një familje, tha, nga familje, nga Dore Zezë, Rom, si thonë. Po, komuniteti Rom. Si kështë e kam marrë të vogël, të rëmbyrë. E kam blerë, tha, ku punë në tyre. Me ai qoni që punojë në Romi, Po. ka vjerë këta 33 vjeçarin, të blerin. Po pse sa e ka gocën ky 33 vjeçari që... Po këta martohen dvejgjën, mo këta 15 vjeç martohen. Por, paka shumë çfarë viti bëhet fjalë që mund këtë vajtur në Greqi, që është blerë... Shiko, si mas atit në 94, 93, 94, 95, ati ku aty, si mas të këtë qunit. Se kam kytur akoma se si e ka emrin, se ata mund të këndru dhe emër, kupton? Por është i sigurt që është fëmijë shqiptar, ai vjeri ti. Është i sigurt, ai më tha vetë më kujt vetë që është shqiptar. Duke ditur që ju e keni dhëndrin e tij në punë, mund të na vini në dispozicion ndonjë foto të personit që dyshohet që është Jonus Luga? Atë po kërkojnë në Facebookut aty të mos po gjene ai jetë, se i thash aqa vendi është, nuk dim gjene, tha ai është marrë i vogël. Por konkretisht çfarë vendi jetojnë këta? Ta jetojnë në Athinë. Vetëm të lutem, do më premtosh që do na sigurosh në një numër telefoni? Okej. Mirë, do pres telefonatën tuaj, kështu që të përshëndes. Për çdo gjë do ju shkruaj. Faleminderit. Gjithsesi faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. E dashur Hajrie, do ta shpjegoj edhe për publiku që është duke na ndjekur, zotria në fjalë pretendon që Jonus Luga është rrëmbyer dhe është shitur në Athinë në një familje të komunitetit Rom. Është rritur në këtë familje dhe është martuar shumë i vogël, sipas zotrisë është martuar 15 vjeç dhe ka lindur vajzë dhe ka vajzën të martuar. Dhe ky emigranti ka takuar dhëndrin, le të themi të Jonus Lugës, gjithë dyshohes në Jonusi. Dhe dhëndri ka treguar që vjeri i tij është shqiptar, është rrëmbyer dhe është shitur që i vogël në vitet 95 në Greqi. Dhe është rritur nga një familje e komunitetit Rom. Disa detajet të tjera që zotria na i dha, ne vendosëm së bashku me stafin mos t'i jepnim sot në transmetim, por menduam t'i jepnim kaq informacion ditën e sotme me shpresën që ne do të vazhdojmë kërkimet. Me zotrin jemi në kontakt të vazhdueshëm, i cili na ka premtuar, ai na ka premtuar që do na sigurojë një numër telefoni të personit që bëhet fjalë me emrin që dyshohet që është Jonus Luga, sepse nuk dihet çfarë emri mban. Luga ai nuk e mban më këtë mbiemër, se nëse është në atë familje mban mbiemrin e asaj familje, por sigurisht mund të ketë edhe një emër tjetër që i kanë vendosur prindrit e tij. Ai do na mundsoj një numër telefoni, sigurisht ai nuk di shqip, ka harruar gjithçka dhe nuk mban mend asgjë. Vetëm ka mësuar historinë nga prindi birsus që është shqiptar dhe është rrëmbyer në Shqipëri dhe është shitur në Greqi dhe kjo familje e ka birsuar dhe e ka rritur. Ky është informacioni. Po djali e din të histori? E di që është shqiptar dhe që është një fëmijë i rrëmbyer, por që nuk mban mend asgjë dhe është e kuptueshme, një 4 vjeçar me ato trauma të një rrëmbimi nuk mban mend. Ku ma men 4 vjeçë. Por e rëndësishme është që ky shqiptar, ky emigrant do bëj të pamundrën të na vënë një numër në dispozicion. E rujtë Zoti, e rujtë Allahu, ai që po ha portat e gëzimit për ne, që vetëm ta shikojmë, vetëm ta përqapojmë, o Zot, e rujtë Allahu këtë person. Ai po bën një bamirësi shumë të madhe, se fëmia është i rrëmbyer, ka një non, ka një bab, ka një motër, ka dhe njerëzin e babës vet, e të nonës vet, kështu që Zoti e adhuroj dhe falenderoj atë person. Ne do i shkojmë dhe në fund të informacioni gjithë një falti emigranti, sepse uroj që t'jetë Jonus Luga. Se në momenti që do flitet me atë person, ne mund të udhëtojmë dhe vetë drejt Athinës, pastaj është një analiza DNA që mund të verifikojë nëse është Jonusi apo jo, ai ka gjallë nënën, babain, që mund të verifikohet kjo gjë. Por këtë historinë do ta çojmë deri në fund, se edhe nëse nuk është Jonus Luga,
është një tjetër fëmijë shqiptar i rrëmbyer në ato vite dhe kjo histori duhet zbuluar dhe duhet verifikuar deri në fund. Inshallah do jetë Jonuzi. E uroj me zemër të jetë Jonuzi, zotria pretendon. Në dashtallahu, mu i Ramazan që je, mu i shen që je, inshallah në dashtallahu është Jonuzi, që ta përqafojmë. O Zot. E dashur Ajrie, do qëndrosh me mua në studio, sepse ditën e sotme ti do përcjellësh një mesazh, sepse unë jam i sigurt që ai person që dyshoj që është Jonus Luga, që e di që është shqiptar, padyshim ka takuar shqiptar dhe mund ta ketë treguar këtë histori dhe shumë njerëz mund të na ndihmojnë edhe në kohë reale me të tjera informacione që mund të dinë nga ky zotëri që dyshoj që është Jonus Luga i birsuar në shtetin grek. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e fundit të dashur miq, ditën e sotme përsollëm një dëshmi të një emigranti shqiptar i cili pretendon se Jonus Luga është birsuar nga një familje që i përket komunitetit rom në Greqi dhe konkretisht në Athinë dhe jeton aty ku në ditët në vijim ai do na vendosi një numër dispozicioni. E dashur Ajrie, dhe uroj që të jetë djali nipi juaj, djali i familjes tuaj. Dua ta mbyll ditën e sotme sepse po shkojmë drejt fundit me një mesazh që ti i bën thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Athinë dhe mund ta kenë dëgjuar historinë e këtij djali, që sot i bie ti e diku te sipas zotërisë 34-35, nuk ishte i sigurt, por Jonuzi është 35 vjeç sot. Unë i bëj thirrje të gjithë shqiptarët që jetojnë në Greqi, i bëj thirrje për gjetjen e Jonuzit, që të ma gjen Jonuzin e të japin informacion për Jonuzin, dhe i adhuroj, i falenderoj, dhe i rujtë Zoti kur ata do bëjnë një dëshmi për Jonuzin që të tregojnë për familjen e Jonuzit. Se ne jemi shumë të preokupuar, kemi 34 vjete që ne atë e kujtojmë ditën atë dhe unë rrobat e Jonuzit ja kam rujt. Edhe kom thonë këto rroba do ma sjellin Jonuzin që unë ta përqafojmë. Uroj, unë të premtova që ne këtë informacion do ta çojmë deri në fund. Unë jam e sigurt që ai person që dyshohet për Jonuzin, që e di që është shqiptar dhe është një fëmijë i rrëmbyer, mund të jetë edhe ai i gatshëm, le të themi që ndoshta edhe ai mund ta kërkojë familjen e tij. Atë e adhuroj, e falenderoj, e rujtë Zoti për këtë njështësi të madhe që po bën. Ne do mbetemi në kontakt Ajrie dhe uroj që ky vit 2026 të bashkoj me nipin tënd Jonus Lugën, jo vetëm ju, por me nënën e tij Anila, me babain e tij dhe me motrën e tij. Inshallah, të rujtë Zoti Odeta. Të falenderoj. Të adhuroj, të falenderoj, të rujtë Allahu Perenia për këtë lajm që i ti më dhe sot për këtë dëshmi që edhe unë jam e lumtur për këtë informacion që ne arritëm ditën. Nuk e di si ta shpjegoj, nuk kam gojë dot me fol. Të falenderoj që të pata në studio, argjërim të lehtë. Faleminderit. Dhe do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka. Faleminderit Odet. Mirë, me historinë e Jonus Lugës dashur miq, kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit dhe kushdo nga ju që sot na ndoqi me këtë histori të dhimbshme dhe mund të ketë informacion, mos të hezitoj, qoftë anonim, të lidhet me numrat e redaksisë që keni poshtë ekranit tuaj, por mund të na dërgoni mesazhe edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook Pajgjurmë Report TV. Ne bashkë do i takojmë nesër. Faleminderit.